Hello, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-it. Sot do t'ju tregoj se si të klikoni 2 herë në logon e iPhone-it dhe të bëni screenshot. Fillimisht do të shkojmë në Settings, Accessibility, në këtë mënyrë dhe do të zgjedhim Touch. E kemi këtu lart. Klikojmë Touch. Shkojmë në fund, lexon Back Tap. Klikojmë Back Tap dhe më pas Double Tap, është opsioni i parë. Dhe do të zgjedhim veprimin që do të kryet nëse ne do të klikojmë 2 herë mbrapa logos. Unë do të zgjedh screenshot, por ju mund të zgjidhni edhe nga veprimet e tjera të cilat ndodhen edhe këtu. Siç e shikoni, janë të shumta që mund të bëhen. Zgjedhim screenshotin dhe e provojmë së bashku. Dua t'ju theksoj që kjo vlen vetëm për iPhone-a, nuk vlen për aparatet e tjera. Dhe ja e provojmë tek iPhone-i im. Na falni për gjendjen. Siç e shikoni u bë. Për video të tjera si këto, më bëni like, subscribe. Shihemi!